إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavat dhe selamet në këtë ditë madhështore I përcjellim të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, një akt I madh I adhurimit që e dën Allahu xhella xhelaluhu, për të cilën kanë ardhur tekste të shumta kuranore dhe ato profetike që nxitin për ta dhe që na lejmërojnë dhe na tregojnë për virtytet e mëdha të këtij akti të madh, të këtij adhurimi, që cekëm një numër të madh të tyre për vlerën të cilën ato na shpjegojnë dhe na nxisin për ta, e padyshim se ai akt adhurimi është shpenzimi në rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu dhe dhënia e sadakas, dhënia e lëmoshës. Ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na shpjegoi o vëllezër në një hadith gjendjen e atij I cili jep lëmosh, edhe çfarë shembulli ka, edhe gjithashtu na shpjegoi gjendjen e atij I cili nuk jep lëmosh, I cili shtrëngon dorën e tij, edhe se çfarë shembulli ka. Në hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, I cili tha, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Mathalul bakhili wal mutasaddiqi kamathali rajulaini alayhima jubbatan min hadid." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli I atij koprracit dhe atij I cili shpenzon, atij I cili jep sadaka dhe lëmosh, tha është si shembulli I dy njerëzve të cilët veshin parzmoren e tyre, apo ato këmishat e luftës, të na I thomi këmishat e luftës, të cilët I veshin nga hekuri, që janë pra futen nga koka e gjoksit që arrin dhe me thonë supet, me përparsat e tyre dhe me veshjet e tyre të cilët njeriu kur e vesh ato, duhet që ta vesh dhe pastaj të I fut duar. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa I përket këtij I cili jep, edhe këtij I cili jep sadaka dhe lëmosh, tha sa më shumë që ai jep sadaka dhe lëmosh, aq më shumë tha këtij I zgjerohet kjo prazmonja e tij, dhe aq më shumë atij I zgjerohet në trupin e tij derisa arrit dhe ja mbulon dhe gishtat e tij. Tha aq shumë që ja mbulon, tha rritet dhe zgjerohet, tha ja fshin dhe gjurmët e tij. A kurse atij I cili nuk I jep atij koprracit, tha kur ai dëshiron që të jep diçka, tha ai pastaj ngushton shpirtin e tij, tha I ngushtohet kjo prazmonja e tij derisa I nxiten ato hallkat e asaj të cilët janë të vendosura të hekurit, tha I nxiten në vendin e tij dhe I shtrëngohet dhe I ngushtohet. Edhe ai përpjeket për ta zgjeruar, tha dhe nuk I zgjerohet. Sikur ai kur I fut duart e tij në fytin e tij dhe mundon që të I fut duart e tij që ta vesh ato,
tha ati ngushtohet aq shumë sa që nuk ka mundësi që ai të nxjerrë dhe duart e tij. E sjell këtë shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, duke na treguar halin e atij i cili jep për hir të Allahut xhel xhelaluhu dhe atij i cili nuk jep, ai i cili e adapton shpirtin dhe nefsin e tij për të dhënë rrugën e Allahut xhel xhelaluhu, që ai sa më shumë që shpenzon për mbrojtjen e vetvetes së tij, për mbrojtjen e nefsit të tij dhe shpirtit të tij. E sa më shumë që ai kopërracohet dhe ai e shtrëngon dorën e tij, ka shtrënguar për mbrojtjen e vetvetes së tij. Derisa dietarët e vëllezër na shpjeguan me shumë shembuj se si e dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë shembull duke na treguar këtë shembull që i shëmbëllen si dy njerëzve të cilët dalin në luftë që të ballafaqohen me armikun. Kush është më i mbrojtur kur dalin që të ballafaqohet me armikun? Më herët patjetër që është dashur që të investojnë kush sa më shumë, cili e ka pas prazmorën e tij më të fortë dhe më të mirë, ai që është përgatitur për mbrojtje të hekurit sa më fort, ai ka qenë më i mbrojtur pranë luftë. Ky tjetri që shtrëngon dorën për mbrojtjen e vet, nëse ai nuk shpenzon që të blen sa më mbrojtje të forta për trupin e tij, atëherë nuk do të jetë ai i cili shpëton nga goditjet e armikut të tij. Cili është më i mbrojtur dhe cili shpëton më shumëti dhe më i sigurti? Ai i cili shpenzon për ta mbrojtur vetveten e tij, ai i cili e vesh trupin e tij që ta mbron nga armiku, ai shpëton edhe ka më shumë siguri. Kurse ky tjetri që e ndali dorën edhe nuk mbeleti as që u përgatit, as prazmona, as gjë tjetër, vetëm se të del ashtu, ky vetëm se e ka marrë në qafë vetveten e tij. Pra tha Muhallab rahimahullah, tha në këtë hadith na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto dy shembuj se Allahu xhelle xhelaluhu e mbron atë sadaka dhënësin, atë që jep lëmosh në këtë dunja edhe në botën tjetër. Ia shlyn mëkatet atij dhe ia largon dhe ja shlyn ato gjurmët e mëkatit të tij. Ashtu sikur që ajo rroba e gjatë kur njeriu hez dhe e shkon zhagza, ajo kur shkon dhe ia shlyn ato gjurmët e tij. Mu për atë vëllezër, ne si musliman duhet që ta kem dron edhe të dim dhe të adaptojmë nefsin ton për ta mbrojtur vetveten ton dhe për ta mbrojtur shpirtin ton, ashtu sikur që tha Qurtubiu rahimullah, tha se me këto dy shembuj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se njeriu simbas që ka në brendsinë e tij, nefsin e tij, shpirtin e tij, tha ashtu dhe ai sillet. Nëse ai e ka shpirtin e tij të adaptuar, që ai të jep nga pak, nga dal, e ka lehtë pastaj që të jep për hir të Allahut xhel xhelalu, për atë për dikonin që jep, dhe nuk e ka derë të gjithë na habitmi, vallahi mashallah filoni jep se ka derë. Po pse ai jep se ka derë? Për arsye se tha nefsin e tij e ka mësuar dhe e ka adaptuar që të jep, dhe ati i zgjerohet prazmonja e tij, i zgjerohen rrobat e tij dhe i zgjerohen të gjithë mbrojtjet e tij. Dhe ka shumë lehtë që ai të jep se e ka mësuar nefsin e tij. E kushdo i cili nuk e ka mësuar nefsin e tij, gjithherë do gjen shtrëngim, edhe do gjen mundim sikur që i fut duart e tij në shpirtin e tij. Por atë Allahu xhel xhelalu në Kur'an tha: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kushdo i cili e mbron nefsin e tij nga kopratësia, le ta dinë se të tillët janë të shpëtuar. Ai që e mbron vetveten e tij dhe përgatitet duke thënë për veten e tij, ai ka shpëtuar dhe ka mbrojtur vetveten e tij. Lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu dhul xhelal ta bën që na ta mësojmë dhe ta adaptojmë nefsin ton për dhon për hir të Allahut xhelle xhelaluhu dhe të japim sadaka dhe lëmosh për Allahun xhelle xhelaluhu. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى وبعد. Të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu nuk na urdhënon për të shpenzuar për hir të tij apo të japim sadaka për hir të tij, se ai ka nevojë për pasurinë tonë. Sa është Allahu xhelle xhelaluhu zotënia
absolut. Dhe të gjithë na jemi fukarat dhe jemi të nevojshëm për ta. Depot e Allahut xhel xhelaluhu janë të mbushur që nuk paksohet nga sundimi i tij asnjë gjë. Por Allahu xhel xhelaluhu na urdhënon mëshirë për ne dhe të na pastron zemrat tona dhe të na delirson shpirtat tonë që na të shpëtojmë nga sëmundja e kooperacisë e të largojmë sëmundjen e lakmisë. Për atë Allahu xhel xhelaluhu në Kur'an o vëllezër na tha kështu: Ha antum haula tud'auna litunfiku fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Dhe ja ju ku jeni, ju të cilët thirrni për të shpenzuar për hir të Allahut xhel xhelaluhu. Po prej jush ka ata të cilët bohen kooperac, nuk jep, e shtërngon nefsi i tij diçka dhe e mundon, fa wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Kush bën vetit kooperaci, tha i bën për vetveten e vet. Nëse bën kooperaci, nëse ke kooperaci, ta dish se ti që je bekhil dhe kooperac, ke bërë për nefsin tënd. Wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Allahu xhel xhelaluhu është i pasur i absolut dhe ju jeni fukarat, ju jeni ata të cilët keni nevojë për Allahun xhel xhelaluhu. Pa tha Allahu xhel xhelaluhu: Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Tha nëse ktheni shpinën këtyre këshillave, nëse nuk merr këshill, s'punon për ta mbrojtur veten tënde, le ta dini, tha Allahu xhel xhelaluhu, se do t'ju zëvendësoj me popull tjetër. Ju xhbin Allahu sjell popull tjetër që nuk do t'jenë sikur ju. E për atë vëllezër, na duhet që të kemi kujdesin se Allahu xhel xhelaluhu na ka tërhequr vorrejtje në Kur'an që mos vallë mendon ai i cili është kooperac për shpirtin dhe nefsin e vet, se ti nuk bëhesh vetëm se për vetveten tënde. Shembulli pejgamberit na tregoi se mbron veten tënde kur je. Ti që jep sadaka dhe lëmosh nuk ban mirë vetëm se nefsi tanë, nuk e ke mbrojtur vetë se shpirtin tanë, nefsin tanë, veten tënde. Pra tha Allahu xhel xhelaluhu, për mos me menduar se ai që s'jep ai fitoj, dhe është e mirë për atë. Në suratu Al-Imran tha Allahu xhel xhelaluhu: Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum. Mos të mendon dikush i cili bëhet kooperac dhe nuk jep nga ajo që i ka dhënë Allahu xhel xhelaluhu, se ajo është mirë për to, nuk dhash që e rujt e pasuri. Tha bel huwa sharrun lahum. Po ajo gjithsesi është sherr dhe e keqe, është shumë e keqe për to. Sa ju tawaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Tha do t'ju varet në qafën e tyre ajo pasuri, tha, për të cilën kanë qenë kooperac në ditën e gjykimit, tha Allahu xhel xhelaluhu: Walillahi mirathu as-samawati wal ard. Allahu ti takon trashëgimia e qiellve dhe tokës dhe ai është i cili e din fort mirë se çka veproni. Lusim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu xhel xhelaluhu ta bën nefsin tonë të zgjeruar për dhon në rrugën e Allahu xhel xhelaluhu. Allahun e lusmi që ta zgjeron dorën tonë e ta liron që na t'japim për Allahun xhel xhelaluhu, e mos ta bën pasurinë në dorën në zemrën tonë, po ta bën vetëm në dorën tonë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.